dhe mira dokumenta. Dhe kjo është përgjegjësi direkte e prokurorisë që lejon të qëndrojë në mes dokumentave. Në një kohë që mbani lirmetën në paraburgim një vit, se do prishte dokumenta ku ai s'kishte asnjë funksion shtetëror. Shiko çfarë fytyrë del këtu, çfarë standardi i shëmtuar. E shifti vetë pra. Ose Burgos zëvendës ministrën për një ark me cironka dhe një aparat celulari. Gjithsej 2-3.000 euro maksimumit. Lubia për 97 milion pa llogaritur të tjerat, se kur të llogaritën të tjerat, ju them unë ju, dalin miliarda. Miliarda. Këtu do jemi. Rrinë e lirë, kryeson edhe mbrojtjen civile, shkon edhe mbledhje me qeverinë italiane, sepse ai që është i padenuar është i pafajshëm, dhe ky është i parim i pamohueshëm, por ka një standard që një qeveritar që merret në akuzë, a jep dorëheqjen. Kjo ka qenë tradita e konsoliduar e qeverisës demokratike të mëparshme. Kjo u shkel nga Edi Rama, aty ku është vetë implikuar. Sajmir Tahirin e mbrojti. Nga pasi pala italiane kërkoi heqjen e imunitetit dhe arrestimin e tij. Lubi Ballukun i bëri qartë prokurorit, mos guxo të kërkosh largimin e saj apo vendosjen e saj në arrest apo të bllokimin e pasaportës. Pra, këto janë të vërtetat e arritjeve të Edi Ramës. Faleminderit. Shumë mirë. Zoti Berisha, Osman Stafa, News 24. Në fakt, opozita arsye për të protestuar ka shumë, por ditën e djeshme ju keni thirrur një protest e para kjo, në vazhdin e protestave të tjera keni deklaruar. Por ju e pa ditën e djeshme që numri atyre personave që ju përgjigjen thirrjes suaj